zakonisht shumë perceptohet brenda Turqisë, për shkak se edhe Trumpi nga ana tjetër, pra do të kuptojmë hapësirën gjeopolitike në cilën ndodhemi, për shkak se Shëba dhe Trump veçanërisht kupton realpolitikën që zhvillohet në rajon dhe oponenti kryesor është Kina. Pra Trumpi dëshiron që të tërheqë gradualisht forcat e saj nga linja e mesme, pra nga Iraku dhe nga Siria, dhe këtë hapësirë vetëm se është de facto pajtuar që Turqia do kontrollon hapësirën ajrore dhe këto vendet, dhe kështu që Izraeli duhet të dinë kufijtë e saj, për shkak se fokusi i Shëbaz do jetë në Kinë. Dhe në preskonferencë mbrëm këtë ja bëri të qartë, pra dhe Trump, Netanyahu dhe Izraelin këtë rast, kështu që nuk besoj që do arrim deri tek pika e luftës së nxehtë mes Izraelit. Nuk intereson të dyja vendeve. As Netanyahu që është i përfshirë në një konflikt, por sigurisht as Turqisë. Po, që të dyja janë aleatë të Shëbaz, veçanërisht në këtë pikë Turqia ka peshë jashtëzakonisht të rëndë gjeopolitike, përderisa Izraeli është barë për Shëban, për shkak se mbështetje e pa kompromis, e pa kushte e Shëbaz në Izraelit ka shkaktuar anti-amerikanizëm të jashtëzakonshëm në linjët mesme, dhe Shëba e Trump është i vetëdijshëm për këtë dhe dëshiron që sa më shpejt ta disiplinon Izraelin dhe Trumpin, ndërsa Turqia nga ana tjetër është një fuqi në rritje, është një shtet në 100 milion gati, se dhe ato investimet të jashtëzakonshme që kanë Kinë, ato me tarifat e fundit do të tërhiqen nga Kina, dhe Turqia është potencial kryesor në vendin në Eurazi që ato investimet mëdha të vinë në Turqi. Pra terreni po përgatitet në këtë drejtim, dhe kështu që Turqia është si në aspektin geostrategjik edhe atë ushtarak brenda NATO-s, por edhe në aspektin ekonomik do luajë një rol kyç për Shëban dhe për perëndimin se kolektiv. Po. Në fakt përsa i përket Gazës, Abdulahap, sigurisht që Erdogan ka qenë mjaft i drejt për drejt në etiketimet që i ka bërë Netanyahu, duke quajtur atë dhe Hitler, një shtet genocidal, shumë i ashpër në krahasim edhe me vende të tjera europiane, por nuk kemi parë veprime konkrete. Edhe pse the pak më herët që ka patur për Gazën, qoftë deklarata, por veprime konkrete nuk di kujt i referohesh, por përveç se deklaratave, Turqia ka patur një rol asnjanës, sikurse edhe vendet të tjera, sikurse edhe Europa. Jo, Turqia realisht në kuadër të potencialit dhe kufive, pra të saj është shumë aktive me ndihmat humanitare, me gjitha tentativat që të anë pushim që disa herë është u arrit me Katarin, bashkëpunim dhe me Egjiptin, pra në gjitha këto negociata ka qenë pjesë përbërëse e saj. Por mund të bënte më shumë, për shembull? Ka gjatë ose ka mundësi Turqia që tjetë më vendimarrëse në këtë drejtim? Fatkeqësisht kjo është pra limitet e politikës jashtme edhe këtu, për shkak se Izraeli nuk është do të parë Shëbanin veçanërisht nën Bidenin si përkrahës i jashtëzakonshëm, dhe jo vetëm këta vende. Pra dhe më e keq është edhe disa vende arabe, pra se Emiratet e Bashkuara Arabe janë në një vit të njëjtë me Izraelin këtë aspekt, dhe çdo tentim i Turqisë që të edhe ndoshta praktikisht që të merr hapa për Gazën, do krijonte një situatë jashtëzakonshëm, pra do prishte raportet edhe me vendet arabe, si Emiratet e Bashkuara Arabe, bile dhe Arabinë Saudite, për shkak se janë shumë të afërt dhe që të dyja duken që janë në një linjë të njëjtë, por edhe Shëba dhe perëndimi si kolektiv, veçanërisht 2 vitet e para kanë qenë, dhe kështu që Turqia e vetme në këtë situatë gati se është e pamundur. Por në Siri është situata totalisht ndryshe, për shkak se Siria është shtet sovran me një qeveri tani legjitime, dhe që hapësira manevruese e Turqisë është jashtëzakonshme, pra nuk mund të krahasohet me Gazën dhe bregun perëndimor. Kështu që sigurisht që limitet çdo potencial ka dhe limitet e saj, dhe në këtë rast fatkeqësisht gjenocidi që po vazhdon në Gaza, pra me ato mjetet që ka në dorë, pra me media, me thirrje drejt për drejt të protestave nga ana e presidentit, me takime që ka me gjitha liderët botror, realisht top tema e gjitha takimeve është Gaza dhe ndalimi i genocidit që po zhvillohet atje. Pra këto janë disa akte veprimi, pra për të cilat në botën që jetojmë nuk duken të pakta, por në këtë epokë janë jashtëzakonisht
të rëndësishme dhe të mëdhaja pra. Si është pritur, si ka reaguar opinioni publik ndaj kësaj përplasje që ka patur mes dy vendeve? A ka shqetësim? Ka pas shqetësim, sigurisht që ka, për shkak se kur flasim për Izraelin, do të kemi parasysh që flasim për Shëban, pra në farë mënyrë, dhe thash edhe më herët, me ardhjen e Trumpit në pushtet, duket se ka një farë ndryshimi, pra mundohet që një hijack mundohet që ta tejkalon qeverinë izraelite si në diskutimet pra Trumpit dhe ekipi i tij, si në takimet me Hamasin që ka, por edhe ashtu edhe me Egjiptin dhe me Turqinë, veçanërisht për çështjen e Sirisë, çështjet tjera pra ekonomike që tangojnë rajonin, dhe kështu që ka një optimizëm, pra sado që i vobeket, sado që i paket që është, duket që qasja mund të ndryshon të paktën, por sigurisht